Unë e vlerësoj punën e të dy drejtuesve pararendës, dhe zotit Kraja dhe zotit Dumani. Secili prej tyre ka aftësi të veçanta që si ka tjetri. Zoti Kraja ka pasur eksperiencën më të gjatë në funksion, por u gjen në një periudhë të krijimit të institucionit dhe kishte vështirësi deri në plotësimin e stafit, ndërsa zoti Dumani vijoi në periudhë tjetër që kishte stafin e plotësuar, stafi konsoliduar, ndihmat përkatëse, bashkëpunimi me partnerë ndërkombëtarë që ka qenë kohë reale, dhe secili prej tyre unë patjetër që do kërkoj që të marr nga të dy këto drejtues, pra ato cilësi të mira të cilat i kanë pasur dhe dua që t'i përçoj dhe më tutje. Te zoti Kraja do vlerësoj pjekurinë dhe eksperiencën disa vjeçare që ka patur në hetim dhe sidomos eksperiencën që ka patur në provërinë e përgjithshme. Te zoti Dumani do vlerësoj përkushtimin dhe rolin e tij luftarak në hetim, që nuk tërhiqet përballë asnjë lloj presioni.